ka në disa emra, po jo shumë, Andin Huti, cili është i pozicionum pra 11 listë, Zef Morina për shkak që kanë bërë koalicion edhe me subjektin e tij politik. Për ndryshe, ardhjet e reja, sidomos në Guxo, nga ish kolegë tonë, nëse mund të quaj analist. Për ndryshe jo shumë, por e kam thosi për shaka herën e kalume, në fakt ata kanë fitu me këtë listë dhe nuk kanë shumë nështë nevojë me i prish matematikat kur i ka shku diçka mirë. Prandaj nështë është kjo arsyeja pse s'ka shumë ndryshime edhe ka qenë kohë cila në fakt ka qenë vështirë për me po, si me thonë, ai performancë të ndonjërit ose do tjetrit, ata në për zonat e tyre shumica kanë marrë vota, prandaj unë mendoj që VV-ja se ka po shumë rrugës me ndru listën, sepse i ka dalë suksesshme në shkurt. Megjithatë, kolegut tonë, me që si shambrem, blerimit i urej shumë suksese, shpresojmë që ta shohmi pra përfaqësues tonën gjithë qytetarëve në Parlamentin e Kosovës. Për ndryshe, me që vi nga komuna Drenasit, nështë 2-3 fjalë, po i thamë, unë ju kam bo një lloj sugjerimi që me kësaj radhe me pas ma tepër kandidat nga atje, madje ju kom përvezu dhe emra dhe të lemive, se majmë sheft sepse ka pas nevojë shumë që ndrenas të shfrytëzohet që polarizimi që ka qenë ndërmjet krave të ndryshëm të PDK-s dhe të bëhet një farë balance, sepse qytetarëve ju banë mirë atje që të ketë balancë të subjekteve, dhe me që VV-ja i konkuron, se tjetër subjekt atje që e konkuron PDK nuk ka, por fatkeqësisht prap kanë bet me emra thuajse të njëjtë, është edhe zoti Naim Bardiqi, pa ai nuk jeton që më timo në Drenas, për ndryshe nuk ka pas në erisi. A është pjesë e listës, apo? është pjesë e listës, ka qenë gjatë pra me funksion në Ministrinë e Shëndetësisë, ka qenë nëse s'gaboj sekretar permanent, një kohë gjatë, ka dhënë kontribut madh edhe në luftë, është njeri i respektuar, po megjithatë nuk se di sa, si me thonë, e përfaqëson shumë komunën e Drenasit, me që një kohë gjatë nuk vepron atje. Kjo më dhem se matje dhe po thamë mundohem atje me dha demokracisë impuls, nuk ka pas nevojë nështë edhe pak ma shumë e konë.